أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Allah i madhruar të bareke wa ta'ala, pra pasi ceku zanafillën, apo përmendë zanafillën e krijimit të njeriut, tani ma dhe Zot sjell argumente tjera të cilat tregojnë fuqinë e Zotit, rahmetin e madh të Allahut, dhe fuqinë e Zotit edhe të shumë lehtë për të rinjallur njerëzit. Sjell të shembull bukën, ujin, zjarrin. U akujton me kazve, po edhe gjithë njerë din kiamet, në metin e bukës të bereqetit, në metin e ujit të shiut, në metin e zjarrit. Të cilat janë elemente, janë faktor këç për jetesë. Andaj, thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, afara'aytum ma tahruthun. A shihni atë që ju po e mbillni. Tahruthun në fakt është me lavru, me mbill. Po qëllimi është drithrat. A shihni ju drithrat, bereqetin të cilën e mbillni, veç e rrotëlloni token dhe i gjuni. Po, kush grune, kush kallamaçi, kush tërshane, kush elbe, kush reze, tjere, bereqete. A shihni ju këtu? A shihni mirë? Sepse ju po mbillni, e shihni ato mirë. A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Peqet farën ti, a ju e bëni të mbi aja, apo ne e bëjmë të mbi? Kush? Të si bujk, më i mirë në dynjat, më i shkolluari, për lavran token, krejt me laps. Dhe çka po bën? Pe hedh farën. Po farën sikur ti që je më i shkolluari, bujku më i mirë, si ai që s'din kur gjë, si çifti jam edhe të tjerë, farë për mua dhe për ty. Ti ja bën hizmetin më shumë se unë dhe më të falë Zoti. Unë ja bën hizmetin më pak se ti edhe mu më falë Zoti. Që të mu nuk kena qasje as unë as ti. S'kem qasje mu. E Allah po kujton njerëzve. Po a ju jeni ata që e mbini? Qatë farë? Farë është e vdekne. Farë është e vdekne. Fara e grunit, kokra është e vdekne. është e thatë e vdekne. është e vdekne ajo. Kush e qanë ata? Qysh ngjallët ajo? Ajo për dire sa po qelet, po del fryti, po ngjallët. Dhe që po del mi tokë.
Dhe përritet. E pastaj po del kalliri, apo dalin disa kallej. Tani në kallej po dalin kokrat, derisa po pjeket. Dhe I gatë shumë, veç me shkue me korë. Veç. Edhe me pronë shpe. Kush e bëri këtë? Pastë Allahu, kush u a bëri juve, kush u a bën këtë, kush. Ti e dirë dhe mundin të anëpse dhe mundin të shpej Zotit. Por, kush e mbiu farën mrena në tokë, kush e qiti mbi tokë, kush e rriti, kush e pjeku, dhe bërit gatshëm për me korë, kush. Për me prek hala ma mire në kry, ateistët dhe të tjerë, si me kasët të tjerë, thëtë Allahu Azza wa Jal. Le unë shau, le gjaalnahu hutamen, fe dhaltum të fekkehun. Se kur ne të dënim, apo të dëshiranim, do të bënim me atë të thahej, të shkatërohej. Po të dënim ne, të farën e mjellë. E mjellë të bujku ma I miri në dynjatë me shkollë ma të madhe po. E që nësë po të abihet që. Hec të abihet. Ose që në insekte mërëna, këta hajnë. Ose vinë qavka, pes në alti, tap, mes shqep të nëzirën krejt. Që shë ndodhë në rastë, sa të dushë rastë ndodhë, kjo e mjellë ditën, kur që këtë nesën men, e kanë hongër zëjtë. Ka nëzorën mërë, e nëzorën rëskityne, e nëzorën s'ta ka shkru ty. Për ka shkru atyne. Ose, delë në sipër. Por që në Allahu preshër, shi, thatësi, erë, dhe të bën rafsh, të shkatëran. Hëtamën është të bën për i nishan. As për hajvan, as për kasht nuk të len. As për kasht nuk të len. Se jo për shqimtonën, pas për hajvan. Dhe s'ka ndodhë pastaj? Pastaj po të Allahu, fe dhaltum të fekkehun. E ju mbetin e të habitur, kur që ka një me pa. Qka e pas ka gjithë? Arën të habitin e. Dhe nuk kanë tjetër që ka të thonë, shkretit për pasë të thonë inna le mugremon ne u dëmton na keni dëmi ma ose të thonë bel nahnu mahrumun ma dje neve na ka plej vërfrije madhe shkoj mundi këtë mbetëm krejtësisht të privuar, mahrumun. As farën që kemi mbjell nuk pa na paguhet. Fjallë Allahut të fekkehun mund t'jetë të habitur, por mund t'jetë të penduar. Kjo të penduar I bie për kuptojnë se për I gjenahëve ty në Allahu a shkatërëj bereqeti. Ma në mend këte. Sa bujko e mbjell drithrin. Por nuk e merdët. Ma dje o pijek, o bo gati, veç kam vetë me shku këmbaja. E morë Zoti. E robe mbetet të thanë, o privum nga kjo hajër, o dëmtum, o shpenzum, po thuj edhe ndryshe, o dënuam, prej Allahot për gjunahet tona. Thuaj se të krym punë, sepse është pendim. Pra Allahu po a kujton me kazve, po dhe neve sot mas 1500 viteve,
Po dhe atyne që vinë mas nesh, se Allahu e mbjell, e mbin farën, ju njerëz. E jo e insani veç e hedhë, si të fëmija atje, farën e vetë atje. Allahu e krejaj atje, fosht embrionin, këtu Allahu e krejaj në farën, ndrithin, kallamoqin, bereqetin, buken, po dhe të perimet njëjtë në gjahë, po dhe të pëmt. Keqen bereqete, keqen ushqime, për ushqime. Me deshtë Allahu a merë. Edhe ju mbeteni të qëditur, të penduar, të mërzitur, të brëngosur, që është dosh, në gjithë jamën. Veç i këzum nuk je. Sepse kërejt, mund, të qëkër. A ka mundësi me bëzoti? Ka mundësi. Ka mundësi. Andaj, nëse ka mundësi me bëzoti këtë, pse ju njerëz nuk jeni falenderus? Pse ju njerëz nuk jeni falenderus? Sepse po t'jeni falenderus, dhe t'jeni rob të sinqert, dhe të adhuroni Zotin drejt dhe shëndosh, dhe vetëm atë, dhe ju dikë tjetër bashkë me te, apo postina, atëherë, Allah është i kënaqur me ju. Nuk uasion këtë dënin Zoti. Përse nuk e falenderoni Allahun? Përse nuk e madhëroni Allahun? Kurse këtu të mira, Zoti për ju i bën. Ajo a bërë ju. Pra Allahu ka mundësi për nuk a bën. Dhe subhanallah, lindje Perëndim. Edhe shikaj edhe shtetet të cilat janë prodhues më të mëdhej të drithrave, janë armiq më të mëdhej të Zotit lart në qiell. Por Allahu, a ka mundësi m'ja marrë atyne? E kush e nalë, po nuk u merr. A rahmet pejtina, ndaj krijesave të tij. Edhe m'ja u kujtoha atyne që unë jam Zot, jo. Unë jam Zot, ju i një krijesat mia. S'mund të dilni jashtë pushtetit tim. Pra i bëjnë Allahut mëkate, i bëjnë mëkate, kufër, shirke, zullum, Allahut, zullum njerëzve. Por, ato në fakt zullum bëjnë vetës tyne, se Allah s'mu i bëjnë. Por, Allahu i dëron dhe vazhdon të uaruaj të mirat e tyne, pe i tyne ushqimin, drithat bereqetin e të tjerë. Afarejtumul ma'e alladhi tashrabun. Pra përfëndej më ushqim, ta shuasjel ujin, sepse mas buke pijet uji. Në tund uji zakonisht nuk pijet. Kështë që rënditja është kësë uji, ushqimi, sepse njerëz ka nevojë për ushqim, ka nevojë për ujë, po për ujë kanë zakonisht nevojë pas ushqimit me pi. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. A shehni ju ujin që po e pini? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Uji nimet i madh. Uji nimet i madh, nimet i madh. Sa herë Allahu e cek ujin prej fillimit Koranit deri në fund. Qoftë si shije, qoftë si lumenje, qoftë si dete të tjere. Deri të këtë në gjenet atje në cek Allahu ujin e lumejt e krojet e borimet e të tjere. Ka fabrik në dunia që kryen ujin? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. A shehni ujin që po e pini? Ju me kas, të ati zemani,
po dhe jo ateiste, komuniste, qoroditur të këtij zamani, që janë rebeluar ndaj krijuesit të ujit e krijuesit të gjithësisë. A shehni këtë ujë që e pini ju? A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun? A jo keni zbritur këtë ujë për jerave? Apo ne o sjellim ratë dhe zbresim ujë shiun poshtë në tokë? Po ka cek Allahu arabëve ratë dhe shiun dhe ujë që vije për shiu, sepse arabët në shkret të tirë, që dine dhe jusat, s'kanë lëmej, s'kanë kroje, s'ka burime të ujit. E vetëmi burim i ujit tek arabët në këtë kohë, dhe deri vonë, këtë vonë, ka qenë ujë i shiut, respektivisht i mbledhur prej shiut, në për pelga, po që e thëjnë aty në parë, ku mbledhet uji, e pastaj shkojnë atje i ujitin devet, e uji këthjellet atë, marrën për veti pinë, kështu mëra. Andaj Allahu po akujton një metin e madhë të ujit i cili vije në përmjet rave, ratë ku kryohen ndeti atje. Ndeti atje. Dhe dohet prej detit atje me sile, me pru e ta rapt atë. Apo tek ne, apo ku dënë Zoti. E pastaj me lëshu Zoti shi. E me rakë uj. Me rakë shi, e pastaj me marrë këta uj, edhe me pija robit gatë shumë. Andaj Allahu po i thot, a shehni ju këta uj, të cilën po e pini. A ju e lëshoni atë për jerave, apo ne jemi atë që e lëshojmë. Lau nasha'u gja'alnahu ujajan, falau la tashkurun. Po të donim ne, do ta kishim bërë këtë ujë të rave, të shiut, të njelpt. Të njelpt. Full plot kërëp. Në komend tjetër thuhet të edht, të padorushëm, të papishëm. Po ta bënim ne të njelpt, në fakt edhe ujët e detit, për të cilave krijohen ratë, është i njelpt. Por Allahu e shëndrën me pas, qëta ujë, me urtësit e tina, të bareke o ta'ala, me ligjit e ti që ka kriju Allahu në këtë gjithësi, e krejtë të bëhen me lejnë e Zotit, me kaderën e Allahut, edhe arat mbushen me ujë, por ujë pa krep, kry pa bie, të njelmtit largohet, invishet elementi e ëmbël i ujit. Dhe të alëshan Allahu shihon, ku dëne vetëmi krytat, e në bashqet tane, e në fushën tane, uj të ëmbël. Uj njelmt, proces pas procesi, hap pas hapi, të ti këtë dhvije uj i ëmbël. Nuk bën insani mi kalu këtë gjana gafeli pa kujdesshëm. Për ata Allah po na kujton këto. O, ju njerëz. Po të dënim ne, po thot Allahu, do të bënim atë të njelpt. Të njelpt. E atëherë, përse ju nuk falenderani? Fëllaula të shkurun, falendero Zotin për këta ujë. Pije në mënti se aje ka kriju, bismillah. Dhe thuj, elhamdulillah që ta qaj Zoti. Sepse ati, se kushton kur gjo. A i ta sjell pa mund, nuk lodhet, nuk hargjohet,
nuk pakohet pasunia e tij. Asgjë se kushton. Ama pej teje kërkon. Feleula të shkurun me falenderu Zotin pronarën e këtij ujë. Falenderoje. Falenderoj që është meritonaj. Falenderoj si besimtar musliman. Që është urdhëron Allahu në Kur'an, pra bëhe musliman, arab falenderus. Dia shqyri nimetit Allahut. E ujë është për nimeteve më të mëdha të Allahut në tokën e tij, të krijesat e tij, tebareke ve taala. Afara'aytum an-nar allati turun. Po a shihni ju zjarrin që ndizni, ushqimet apo drithrat, ujin, tani ka lënë të zjarri. Zjarr. A shihni ju zjarrin që ndizni. La ilaha illallah. A shihni ju zjarrin që ndizni, krejt dynjaja ndezin zjarr. Krejt dynjaja ndezin zjarr. Zjarr është krijes e Allahut tebareke ve taala. A antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un. Zjarri që po ndizet prej druve. A jo i keni krijuar drut, apo ne kemi krijuar? Cëlla është landa djegëse zjarrit? Pi flet me dru, sa atë kohë nuk ka qenë nafta, po dhe është krijesë e Zotit, gazi, krijesë e Zotit që aty thëngjit, krijesë e Zotit këtë njëjtë. Pe druni, qote gazi, qote nafta, qote thëngjilli, krijesë e Zotit. Por druni është sipërfaqësor dhe e njohin njerëzit për fillimit të dunjas. Pra, e përdorni drunin lëndjekse, e kush ua krijoi drunin juve? La ilaha illallah. Ky dru i cili është i njom, përsa është i njom, nuk është për me djeg. Për me djeg, do të me prej më tha, ja kanë vesh Allah elementin e tharjes. Kur thahet, bëhet gati për zjarr. Dhe me një fije të vogël zjarrit, endez zjarr. Sa i mëshirshëm është Allah. Dhe më nalë njeriu në natyrë, e mi shiku drut nga ky kënd që ka bërë Zoti lëndjekse. Sheh se ka dru që ka kriju Zoti, thuk të se ka kriju Allah për me djeg. Jo që nuk bën, por nuk e ka në vesh prioritetin me djeg, por me ndërtu, si puna e pishave. Pishat me i pa insani, ndosh e me shkollë, ndosh pa shkollë, ndosh e kuptën se pisha është e krijuar me ndërtu. Ajo sa të është në kam ka efekte tjera, po fjala kur të prehet, me ndërtu. Me pak mund, nga njerë me dorë, ja hekë rremat dhe mbetet vetëm druni. I drejt, s'ka nevoj me drejtu. I gjatë, sa të dush. I qëndrushëm, sa të dush. Ndërtoni shtëpia, ura, ndërtoni pallate, çka të dëni me te. La ilaha illallah. Shku me qyrë drunjet e pemve, të mollave, të dardhave. Çka mërë njëra aty me dijeg? Gjithat alamet mollë, dardhe prejnë, kejtë 2 metra dru si mërë. Po si mërde, sepse se ka kriju Allah atë për lëndjekë se drune. Ajo është e funit, kur të hargjohet ymri saj, ose kur të pengan, por e ka kriju Allah atë me shumë degë, që me qitë shumë fryte, e me përdorë të ushqim ato, dhe me kombo ato të drejtë dhe si pisha nalë, të nuk shemujt me më rri as një mollë, as një heq. Por i kalon tullta dhe të gjana dhe me shumë degë. Dhe kështu më ra njeriu ka sa të dush hapësirë,
me medituat të këpëmet drënjet, se se I ka kriju I madhi Allah të bareke wa ta'ala. Atje sheh lisa, sheh do bunga, sheh këta I ka kriju, sheh Allahu, veç për mi djekë. Dhe zëtën nësë kanë fryte, sepse janë për mi djekë. Lanë djekëse. Pra Allahu pa thët, a sheh një zjarën që ju e në dizni, a ju I krijoni drunin, se lanë djekëse zjarët, apo ne krijojmë atë. Ne krijojmë atë. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Ne e kemi bërë zjarrin kujtim, tadhkira, kujtim të zjarët ahiretit. La ilaha illallah. Këtë zjarë që përdërni jo, ju njerës. Dhe me te që të ushqim që të cek ma heret për dhe ujnë në zeni, me zjarë, ushqimin bëhet, pjesa absolute ushqimeve, jo të gjitha bëhen me zjarë. Pjesa absolute ushqimeve në krejt botën, të zotnitet, të fukaratet, të krejt dynjaja, bëhen me zjarë. Të të mi pjek ato. Ligja Allah o kam veshur. Shumicës dërmuse të ushqimeve. E kemi bërë, nahnu ja'alnaha tadhkira. E kemi bërë atë kujtim. Këtë zjarë, e kemi bërë kujtim të zjarët të ahiretit. La ilaha illallah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith të Ebu Hurajrës në Bukhari dhe në Muslim. Narukum hadhihi allati yuqidu ibn Adam juz'un min 70 juz'an min harr jahannam. Ky zjarr që ndezi biri I Ademit, njëri ndez këtë dynjë, është 1/70 pjesë e zjarrit të xhenemit. Zjarrit të cilën e ndezin njerëzit këtë dynja, është 1/70 pjesë e zjarrit të xhenemit. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Sahabët kur ndëgjuan këtë fjallë pejgamberit alayhi salatu wassalam thanë ja Rasulullah, wallahi zjarri xhenemit, edhe nëse është vesa zjarri dynjas, lakafi mjafton. Po zjarri dynjas një qiri të vogël, edhe më të vogël, hajt ma e gishtin te. Doroja. Zjarrin më të vogël, veç emrin zjarr që e ka, pa doroja. Për ata sahabë më të drejtë, për thënë, ja Rasulullah, wallahi, nëse zjarri I xhenemit është vetëm sa zjarri dynjas, mjafton. Pejgamberi alayhi salatu wassalam قال فإنها فضلت عليها ب99 جزءا كلها مثل حرها. Zjarri I xhenemit është më I randë se sa zjarri I dynjas edhe 69 herë, për më bësh 70. Se cila herë është e randë vapë sa zjarri më I madh I kësaj dynjaje. Ne kur themi zjarri I dynjas, shkojmë maks minimum, mërë një kokër qibriti, kokër fije, shkrebze, sa quhet aja. Zjarë, veç që zjarë I dynjas edhe zjarë në shkretëtora, që quhet, që thojnë. A është edhe zjarë, që e shkrin gurin, e shkrin hekurin, a zjarë edhe I dynjas është, nuk e ahiretit, nuk e jashtë këtij globi, jashtë kësaj toke. Zjarë! Imagjinate. Edhe 69 herë zjarri I xhenemit më I randë se sa zjarri më I randë I kësaj dynjaje.
La ilahe illallah. Pra ne kemi bërë kujtim për zjarën e ahiretit, dhe kujtim o musliman, kur të dëzne këtë zjarë, kujtën e zjarën e ahiretit. Po dhe ju të tjerët, se ai që rebellohet ndaj Allahut dhe në kanë zjarë të ahiretit. E ju besimtar që besoni Zotin hak, ju thoni a'udhu billah min adhabin nar, a'udhu billah min adhabin nar, a'udhu billah min adhabin nar. Allahu na ruaj prej dënimit zjarrit xhehenamit, Allahu na ruaj prej dënimit zjarrit xhehenamit, Allahu na ruaj prej dënimit zjarrit xhehenamit. Zotën e themi çdo namaz. Dhe ka të cilëm i lutem. Dhe krejt doat e tona, lutjet e tona, gjatë jetës tonë, sile, o Zot ana xhenetin, o Zot mbrona prej xhehenamit. Pra m'ja u kujtu juve. O mata'an lil muqwim, dhe kemi bërë zjarrin gjithashtu të dobishëm për ata që kanë nevojë. Në kuptim të ngushtë i bie për udhëtarët, sepse ata kanë më shumë nevojë, por kuptim të gjerë i bie për të gjithë njerëzit, për ata që kanë nevojë, e kemi bërë zjarrin të dobishëm, të nevojshëm për ta. Përfitojnë për zjarrit, përfitojnë këto shcekë edhe bojnë dritë. Edhe zjarrin, me zjarr njerëzit, me fener, me llama kanë punuar, kanë ecë, kanë udhëtuar njerëzit. Përfiton edhe për ecje, për me të ndryque ambientin, hapësirën, po përfiton edhe për ushqim. Edhe kështu me radhë, Allahu na ruaj për zjarrit xhehenamit, ja Rabbel Alamin. Allahu na bëft Rabb falënderues. Allahu na forcoft imanin në zemrat tona, e na bëft që të kënaqemi me dinin e Allahut, të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman, të ringjallemi si musliman, të futemi në xhenetet e të madhit Allah. Allahumma amin. اللهم آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.